Pse dokumentori Kushtrim Sadikut është kaq problematik? Dokumentori i realizuar nga gazetori Kushtrim Sadiku ka ngjollur shumë reagime. E kjo pasi Kushtrim Sadiku si autori i këtij dokumentori e paraqet vetëm rrëfimin e njerëz pol, madje rrëfim të shtrembruar. Autori qëllimshëm i harron ofër 72.000 viktima palestineze, ofër 200.000 të plagosur, si dhe shkatrimin total të Gazës. Kushtrim Sadiku harron me vetdije se në Gazë janë vrarë 953 fëmijë ende pa i bërë 1 vjet. Harron që atje janë vrarë 972 fëmijë ende pa i bërë 2 vjet. Harron që atje janë vrarë 985 fëmijë ende pa i bërë 3 vjet. Kjo shifër është në rritje të grup mushat me të mëdha. Kjo pasi Izraeli nuk ka zgjidhur këmbë e vret. Ata kanë rro pleq, gro, fëmijë e kushdo që i ka dalë përpara. Kushtrim Sadiku në premierën e këtij dokumentori ka bërë një promovim të tij kundër figurat e tjera të shumta, ka qenë e pranishme edhe ambasadorja e Izraelit në Kosovë. Ky është vetëm një fakt më tepër që ky dokumentar nuk është produkt medial, por është produkt të jetë politik. E për këtë morrë të Kushtrim Sadikut kanë reaguar shumë kolegë të tij gazetar, shumë analist, aktor e udhëheqës fetar.